Jemi me rubrikën Beauty, në fillim të emisionit thamë se sot do të shohim se si do të bëhet mbjellje e qerpekëve, quhet mbjellje semi apo gjysmë permanente, meqense ende në treg nuk ekziston një mbjellje permanente e qerpekëve, apo edhe më afatgjate e përhershme nëse mund të themi. Por në studio ne kemi Lili Nimani, e cila do të tregoj se si bëhet kjo mbjellje e qerpekëve, sa është efikase, sa është jetëgjatësia e qerpekëve, të cilët vërtet i duam shumë dhe kur kemi qerpek të mirë, natyrisht që edhe një grem shumë i lehtë apo edhe fare grem të mos kemi, vërtet na bën që ta kalojmë një ditë perfekte. Lili, mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi. E keni gati veç klientën, në fakt ke fillu pak me procedurën? Po, sot dhe bëjmë një mbjellje të qerpekëve, mbjellje semi-permanent. Dhe më thonë, se cila fije qerpiku, dhe më thonë, e zgjasim. Qëndrueshmëria e këtyre është, dhe më thonë, 6 javë deri në 8 javë. Është individuali, sa ka kujdesje e klienti? Po, zakonisht, kur klientja i aplikon, dhe më thonë, qerpekët semi-permanent, nuk ka nevojë me bëjë ndonjë grem shumë të rëndë, zgjohen me mëngjes, e kanë ngrimin, dhe më thonë, faktikisht synin e bukur të rregullum. Këtë rasti klientes e kemi vendosur një gjall iPad, e cila e bën ndarjen e qerpekëve të poshta me të lartat. Tash do fillojmë me bë aplikimin e qerpekëve, edhe e shohim domethënë dallimin para dhe pas të klientit, domethënë shikimi domethënë është shumë ai rregull kur vendosen këto qerpekë, zakonisht na që punojmë, është mirë me pas një sy të rregullt, një qerpek të mirë që kur zojmë mëngjes, mos më na marr shumë kohë dhe pjesa e grimit. Sigurisht është një gjysmore, pothuajse femrat e humbi në mëngjes çdo herë për mirëmbajtje, për të dukë bukur natyrisht. E tash po na mundsojnë këto grimet permanente si vetullat, qerpekët, buzët e pjesët e tjera që të kemi një grem më afatgjatë nëse mund të themi. Po na shkurtojnë kohën për më rregullu, mos më na marr shumë kohë, po na lehtësojnë natyrisht. Thatë zgjatje, në fakt do të bëhet mbjellje e qerpekëve të tjerë apo do të zgjaten këta që? Jo, domethënë qerpekët që i ka klienti, ana mbi këto qerpek në secilën fije vendosim ka një fije, domethënë klientja e zgjidh madhsinë, mbaret edhe sa do mbullumin e qerpekëve. Në rastin e klientes, klientja ka nevojë vetëm për vullum, edhe secilën fije zgjatim edhe nga një fije tjetër. Në secilin qerpek vendoset nga një fije. Do thotë aq qerpek sa janë të vet, plus nga një edhe nga një fije, domethënë kryesisht deri te 100-150 fije vendosin te një klient. Që është bukur shumë. Merë ko pak a shumë, dhe më thonë një procedurë e mire qerpekëve zgjatë deri 1 orë e gjysmë, po sot do mundona dhe më thonë procedura pak ma shkurta që me spjegu, që edhe klientat dhe më thonë edhe shikues me pa një procedurë të rregullt dhe të bukur qerpekëve. Mirë, mund të fillosh me punën, ndërkohë ne do të bashkëbisedojmë, sepse sigurisht klientëve shikuesve në këtë rast ju intereson të dinë se sa ja vlen në fakt që të bëhet një gjë e tillë. 6 javë deri në 8 javë. 8 javë. Po 6 javë rente secili klient? Mbaret nga qerpeki, domethënë sa më gjatë që e ka klienti qerpikun, edhe qëndrueshmëria është më e gjatë, ndërsa të rastet që e kanë në qerpikun më të shkurt, mundet më ndajt 4 javë deri në 5 javë. Domethënë edhe çdo 4-5 javë është mirë me bënë një rimbushje. Po kryesisht domethënë mbas 8 javë këto qerpek bin krejt, sepse gjatësia e qerpikut është 7 javë deri në 8 javë. Më gjatë nuk mundet me qenë. Nuk ka më gjatë. Deri me tani s'ka dalë asnjë procedurë, ta shohim pas disa viteve ndoshta del edhe diçka tjetër. Po përparon shumë shpejt. Natyrisht. Po këta qerpekë çfarë materiali janë? A munden me qenë ndonjëherë të flasim për anë negative, të rrezikshme? Mund të shkaktojnë ndonjë alergji te personi, duhet të bërë ndonjë test veçantë? Zakonisht këto qerpekë janë domethënë komplet produkte certifikume profesionale, të cilat janë testuar dhe nuk kanë ndonjë alergji, nuk i krijohet te klienti. Është procedura shumë profesionale e aplikimit, vetëm nëse në rast ngjitsi preket për likurin e klientit, mundet me pas ndonjë alergji, sepse çdo fije që vendoset nuk preket me likurën, por vendoset 1 mm ose 2 mm, domethënë poshtë përfundi fijes së qerpikut. E cila nuk ka, domethënë nuk krijon ndonjë alergji. Për atë arsye janë pincetat, të cilat e bojnë vendosjen e qerpekëve në mënyrë shumë profesionale, edhe ky gjell iPad i cili e bën ndarjen mes qerpekëve të poshtëm. Gjatë procedurës klientja akrit kohën i ka domethënë sytë e mbyllur, njëjtën kohë dhe relaksohet. Po dhe s'ka ndonjë rrezik që ai ngjitsi të preket në sy apo me qenë se punohet. Është një procedurë që don domethënë delikatesë jashtëzakonisht shumë të madhe. Që nuk e di sot në studio ndoshta nuk do të pengojmë edhe shumë gjatë procesit punës sepse klientja më pas do të na hidhrohet.
Në shumë se veç i bëjmë do një dëm të vogël Dhe mundemi natyrisht. të jem sa ma të kujdesshëm, është një punë dhe një procedurë që bëhet me shumë qejf. Po Me shumë kujdes. në pjesën e poshtme, duke ditë që shumë persona kanë edhe mungesë të çerpikëve në pjesën e poshtme të syrit. A bëhet një gjetje? Jo, kjo bëhet vetëm pjesën e lartë syrit. Në pjesën e poshtë syrit ato mundet me vendos këto çerpikë që janë domethënë për një ditë, ndërsa këto çerpikët semi-permanent nuk vendosin pjesën poshtë, vetëm pjesën lartë. A jep një këshill ju se çerpiku duhet të jetë më i gjatë apo më i shkurt, sepse ndonjëherë dëshira e klientit nuk përkon me syrin. Dëshira është tjetër. Po, zakonisht... A jep një këshilla dhe sa i marrin? Për shembull, në rastin e klientes e këqyrim edhe sa është, domethënë, gjerësia hapësira deri te vetulla, po. Mes vetullës edhe çerpikut, një çerpik për shembull që është shumë i gjatë, që e kalon edhe pjesën lart vetullës, atëherë nuk duket estetikisht bukur. Gjithmonë mundohem sipas formës syrit, sipas domethënë sa e ka të lakuar me klientja çerpikun, ja vendos edhe llojin e çerpikut, që mi dal një sy sa, domethënë një sy i bukur, një sy sa më natyral, që mos më pas nevojë me vendos shumë grim. Okej. Mirë, mund është me fillu cila është procedura e parë që bëhet. Të gjellin me që ke vendos? E ta kom vendos, fillimisht dhe me thënë mbylli. Po. A e ke përshtatshëm pozitën s'pari me ulsën? Po tash. Apo ke nevojë që të bësh ndonjë lëvizje? Fillimisht e bëjmë dhe me thënë një krefje çerpikëve te klientja. Çerpikët duhet me qenë të pastër? Po patjetër të pastërt komplet. Pa grim. Pa grim, dhe asnjëherë, dhe me thonë, kur vendosin këto çerpik, armiku nëmër 1 cila e dëmton, faktikisht e largon çerpikun semi-permanent, janë produktet vajore. Fillimisht filloj me një primer, është primer për tharjen komplet çerpikëve, edhe pse klientja e ka çerpikin e pastërt, po për siguri për me bo vendosjen e çerpikëve semi-permanent, fillojmë edhe me një primer. Në rastin e klientjes që e kemi, klientja ka, dhe me thonë, çerpik të zgjatme, ka të këthyme vetë natural, ne sot kemi mundu... Çerpik të mirë. Ka çerpik të mirë. Në këtë rast, dhe me thonë, kemi mja bo vetëm një volum çerpikëve, edhe në disa vende ku ka shprastin, dhe me thonë edhe mja mbush ato. Si quan ato, mbjellje? Mbjellje, po, semi-permanente. Dhe me thonë, ka çerpik që vendosen varet si mbas syrit klientit, çerpik cilat vendosen me një fije dhe janë shumë klasike. Në rastin e klientis kemi mja vendos me volum, cilat janë, dhe me thonë, 3D deri në 6D. Këto janë çerpikët apo? Po, këto janë komplet çerpik të mendafsh, natyrale. Kamera do t'i shata shpresoj. A mund t'i kem dorë që ti fokusoj kamera çerpikët? Patjetër. Që të duken? Po. Ta ndihmoj pak? Patjetër. Edhe pse këtu nuk në sy sigurisht vrehen më shumë? Patjetër, si janë njerëz zakonisht shumë të holla. Ja, si duken pra? Po vrehen më shumë këtë pjesën këtu. Dhe me thonë këto vendosen kryesisht në për këto çerpik të vogla që sa po kanë fillu me dalë. Unë jam vendosi komision këto afër dhe po të shikoj. Patjetër. Është një procedurë që zgjat, dhe me thonë e cika dhe ma heret 1 orë deri 1 orë e gjys, varësisht prej syrit klient, dhe me thonë prej çerpikut klientit, po sot ka më mundu me bo një procedurë pak ma përshpejtume. Po, me qenë si jemi live dhe është, nuk janë kushtet e punës natyrisht si në salon që bojnë natyrisht më profesionale. Plus edhe po spjegoj njëkohësisht që pak të vështirësohet procedura, por jashtë që këtë po e bëjmë për shikuesit sot natyrisht. Patjetër. Edhe një çështje që ju intereson femrave para se ta bëjnë një gjë të tillë. Çerpiku i cili vendoset, do thotë ky artificiali, prek edhe çerpikët natyral. Po, patjetër, kjo vendoset... Ngjitsi, po ashtu... Ta cikim edhe një gjë të ngjitsi, se shumica kanë frikë, dhe me thonë, do njerë sigurisht, për këtë dhe po e them, që të bëhet dëmtimi i çerpikëve tanë. Jo, asnjëherë, dhe me thonë, ngjitsi është posaçërisht i bom dhe i përshtatun për fjet natyrale të çerpikut, cilën aplikohen këto, dhe me thonë, çerpik të semi-permanent. Në rast për mu damtu çerpiku, vetëm nëse klientja me, dhe me thonë, e provon me heq çerpikun, se këto nuk hiqen.
Domethënë edhe pas 6 jave, 8 jave kur fillojnë me ra këto, çerpiki është në gjendje shumë normale. Bien vetë të nuk ka nevojë me diçka që të hiqen? Nëse klienti mbas 5 jave, 6 jave, domethënë nuk do me bëni rimbushje, mund të marrë te sallon, në sallon për shembull edhe me bë heqjen e këtyre. Domethënë janë procedurat edhe njëjtë si ngjitja ashtu bëhet edhe heqja e këtyre. Po nëse nuk duam që t'i heqim, a prish punë nëse i lëm ato që të bien vetë? Bien vetë. Që ta kursejmë kohën po e zëm. Patjetër, nëse do me lon klientja vetë mi ra çerpik, atëherë ka java e 7 është mirë me fillu domethënë mi ly këto kapak, për arsye që mos mu vret që diku ka më shumë, diku ka më pak. Për ndryshe domethënë këto vetëm që domethënë japi një pamje estetikisht më të bukur syrit, nuk ka nevojë mu ly. Vetëm përveç që nga java e 7 që klienti vetë do me lonë me ra çerpiku, për ndryshe e vazhdojnë rutinën e përditshme me këto çerpik, pa problem. Po në qoftë se dëshiron që të vazhdoj sërish me mbushje tjetër, që ta vazhdoj, të thotë diku nga java e 4-5, ende parën këta, çfarë bëhet? Edhe nga java e 4-5, java e 6, këtë mbarë dhe me thonë prej gjatësisë çerpikut të klientit, dikujna mundet me ra ma ire, dikujna ma vonë, kretë mbaret prej gjatësisë, mundet me vazhdu këto deri në 6 muaj. Pas 6 muajve është mirë me loni një periudhë, dhe me thonë 1 muaj, 2 muaj, me pushu, mu relaksu dhe çerpiku. Për ndryshe është një procedurë e cila nuk e dëmton as pak çerpikun. Okej, vazhdosh. Tu veç i qite një... Ne vetëm 2 pjesë, tash kemi vendosur me procedurën tjetër. Sa çerpik do të qiten sot në njërin sy? Të rasti i klientes kemi me qiten 70-75 fije. Është një procedurë që donë jashtëzakonisht koncentrim, për arsye se duhet mi nda fijet jashtëzakonisht shumë mirë. Do të thotë kjo procedurë do të vazhdohet deri në vendosjen e gjithë çerpikëve një herë. Deri në vendosjen e gjithë çerpikëve. Njëtën kohë klientja dhe relaksohet. Mirë, atëherë, po më duket edhe ne duhet që të lëmë që të punosh një herë, u pa afërsisht se si bëhet vendosja e këtyre çerpikëve. Të lëmë që të punosh në qetësi dhe pas vendosjes, së paku në njërin sy mundemi. Po. Që t'i vendosim dhe që të shihet edhe dallimi dhe më thonë para dhe pas, edhe ja vendosim njënin çerpik, që më po edhe me pa dallimi. Mira, dhe vazhdo puno. Po kthehemi sërish këtu tek Beauty, është duke vazhdu procedura e mbjelljes së çerpikëve dhe të shohim Lili çfarë ka bërë deri tash. Ke pas kohë të mjaftueshme Lili, por çerpikët që kanë përfunduar, siç po e shoh. Po te njërisë do të thonë deri në 90% janë përfunduar çerpikëve. Klientës do të thonë ja kemi rrit vollumin e çerpikëve. Edhe 1-2 numra pak ja kemi zgjatë çerpikun. Bukur po duket. Që dallu mu dok më voluminoz. Mundet më pa edhe dallimit... Po, pra ato edhe vendosëm që ta bëjmë njërin çerpik, me qenë se dhe thatë është çështje e kohës, por edhe që të shije dallimin, ndërsa pas emisionit s'do të mbetet vetëm me njërin çerpik, do të vazhdohet edhe me të tjerët. Domethënë, ky është dallimi mes, domethënë, çerpiku i klientit natyral edhe vollumin që ja kemi vendosur në çerpik. Po duket shumë mirë dhe tha që s'ka nevojë që këta çerpik të lyhen në mënyrë që truhen, por s'pas ka dhe nevojë sepse edhe ngjyra duket të jetë e zezë, mbyllt. Janë më të kthyme, domethënë japin një efekt shumë të bukur të synit, edhe nëse klienti ja vendos pa grem, syni duket shumë bukur. Edhe që po më duket këtë rast e prish nëse veç çet grim diçka më shumë. Po duket mirë. Të mundemi me këshillu klientin që kur të vendosin çerpik semi-permanent, 24 orë deri në 48 orë është mirë mos më pastru syni, domethënë me ujë të ngrohtë, mos me përdor sauna, banjo tyrke, domethënë që me rujt atë ngjitjen deri në 24 orë deri në 48 orë. Pastaj pas 48 orëve lirisht klientja mundet me vazhdu me rutinën e përditshme. Po, është e rëndësishme pra dhe kjo të dihet. Guxon që të lahet syni
edhe me preparate, sapun, shampon, me ujë të vakt? Zakonisht, dhe më thonë, syni nuk preferohet mu la me sapun. Në përgjithësi, i ka qërpik, si nuk i ka qërpik. Në rastin e qërpikve semi permanent, nuk është mirë me këto produktet vajore cilat janë. Pastaj me qomsh, me tonik, me këto make-up remover, lirisht e vazhdojnë, dhe më thonë, procedurën e heqjes make-upit. Vetëm produktet që kanë shumë vaj, nuk është mirë me përdor, kur janë këto të vendosme. Dhe nuk bën me gishta, si shtetë që të ngrejnë vetëm jam mirë, dhe më thonë, për mi dam tonë, që ose provon vetëm, dhe më thonë, mi ngrej, se kështu jo. Vazhdojnë procedurë normale. Po, dhe pas 24 orëve, eventualisht 28 orëve, vazhdohet rutina jetësore, si kur të mos jenë qërpikët e vendosur të tjerë fare. E ka është një procedurë e letë, klienti nuk ndinë dhimbje, më thonë vetëm që letësohet edhe ndihet shumë më bukur. Ok. Klientit tash mund të bëj hapjen e syve? Po, lirisht. Ka ndonjë problem? Dhe më thonë, fillimisht mundet mi djek një 5 minuta, pastaj jo. A ka ndonjë djegje klienta, apo... Si po ndjesh, Vanessa? Vanessa? Qëka okej? Mirë, shumë mirë. Ndonë se, po, Vanessa nuk ka mikrofon, por po e thot që po ndjet mirë dhe po e shojnë fytyrën e saj që qëka është okej. Ka përfundu tash Lili, nëse mund të themi, përveç disa detajeve që do të regulonë në pas ndoshta? Po, dhe më thonë, te ky sy gati ka përfundu plotësisht, tash vazhdojmë edhe me pjesën tjetër. Po, për sot, kryesisht, dhe më thonë me një rinsy, se zgjatë procedura pak ma shumë, ka përfundu. Po, ndiko dhe një orë diçka mund të zgjatë procedura tjetër. Lili, falemnderit shumë që e aplikove këto në studion tonë, këto metodë, dhe keni dhënë edhe ide të tjera për klientët se si mund të bëjnë vendosjen e qërpikve semi-permanent apo gjysmë permanent me një procedurë jo shumë të vështirë dhe që vërtet syri po duket bukur. Suksese tutje në punë, falemnderit. Falemnderit dhe për ju.